Halo, Urdhra. Familja Guri? Po. Desha Lolën. Po Lola nuk është në punë. Kur vjen? Zakonisht vjen nga ora 3. Më falni, po ju kush jeni? S'ka rëndësi. Ti them ndonjë gjë? Jo. Halo? Halo? Ç'ti pa që janë? Era, kur të vijë ujë, ndiz lavatriçen. Hiq perdet e dhomës, se gjella nuk është bërë, duhet të zgjedhë një orë. Mami. Mos doni t'ju bëjë dhe ndojnë byrek tani? Pak me kujdes ju lutem se ngërbishte shpejt. Ja si u bë kjo këtu. Në rregull, dhe i pak... hapeni pak rrugën. S'ka gjë, falenderit. Na falni po shpjere, i ka Po, këto. sigurisht, sidomos këtu në pallat. Po. Do t'jemi komshie bashk. Ashtu? Po. Do me thënë juaj që keni komshiere, ha? Po. Gëzohem shumë. Ju keni dy vajza shumë simpatike. Po, falenderit, po kam edhe një djalë. Vërtet? Të rini me shëndet në shpinën e re atë. Faleminderit. Dashuri është zakonisht shumë. Pse tani jo? Jo, vazhdoj ta dua po njësoj. Vetëm se nuk e kuptoj, nuk arrit ta imagjinoj. Ka arritur në Itali dhe nuk ka marrë në telefon. U lodha. Na u bë një vit bashku. E di. Po mirë, ti e një mirë atë, Lola? Po them se po, Era. Di që e dua shumë. Kur dashuron njeriu, nuk mendon të gërmoj. I mjafton dashuria, edhe nuk i vren as të metat, as dobësit, as cenat. Nuk e kuptoj pse nuk ka marrë në telefon. Të paktën një herë. Që nuk tha asgjë? Kush? Ai që mori në telefon. Kush të tha se ishte ai? Asgjë nuk tha? Asnjë, pyetim për ty dhe më tha kur vjen nga puna. Pastaj mua se si mu duk ai zë, Lola. Si? I emocionuar. Që emocionuar, o Lola? Ai zë nuk ishte pikë emocioni, dashurie. Ishte, si ta them ty, ftot akull. Mirë, të lutem mos më shqetëso edhe ti. Lola, unë nuk të gënjej. Mua ai zë nuk më pëlqeu. Alo? Jo, i keni rënë gabim. Jo, nuk jemi ajo familje, jemi familje tjetër. Jo, pra nuk jemi ajo familje, jemi familje tjetër. Po kjo çfarë? Asgjë, ma marrin kot në telefon. Aha. Kur erdha nga puna dikush telefonoi dhe kërkoi. Po nuk tha kush ishte. Nuk la asnjë adresë, as pse e kërkonte, asgjë nuk tha. Kush e di si do i ketë patur punët, o ma? I di unë ato punët tuaja, i di. Ç'është po? Asgjë, po fli. Ha? Fli. Për ty pas ka qenë.
Lola, ai ka marrë prapë në telefon dhe ka folur me mami. Edhe? Asgjë, si gjithmonë të kërkon të ty. O, zot. Qo, Lola, qo, lëviz dhe hajde dalë. Era, të lutem lërahat. Qo, shkojmë në ndonjë disko, në ndonjë restorant, ku të duash ti vetëm kështu mos pris se nuk të shoh gjë. Era, të lutem lërahat. Po ti vetë më ke thënë. Sa e vogël duket bota në kthetrat e mundimeve të kota. Dua të dal të vrapoj me herën dhe nga shpirti ta largoj mjetëllën. Qo, lëviz, shpejt. Qo, mos më rri ashtu, hajde, vishu. Piensa en tu futuro, no pierdas más Ta tiempo. më tregoj një herë ke përgjë me të? Çfarë gjëje? Dashuri pra mos, çfarë gjëje? Çfarë këto pyetje më? E më tregon që si ishte. Kishin këto pyetje. Më pse çuditë ka shumë të për eksperiencë? Hajde, s'ka muzikë. Na ç'mendi kjo muzikë? Që janë këta idiotë? Kjo muzikë bie për të të bi. Nga merë, surra! Na këtu. Nga merë! Na Selenam. Hajde. Maskare. Hajde ullu tani. Po ato ku shkuan? Doli. Ku shkuan? Nuk e di. Po qa ditim? Po ti çfarë di? Ha? Dhe kush më flet pale? Ullu aty. Ullu dhe vazhdo shkruaj skenarin. Ullu se tu fto vëndi. Mirë, mirë. E pra. Mirë. Që më pijet një cigare? Cigare ti? Pse ç'to keq që ka? Nuk e di, apo më çudit. Ma kur dalim me goca ndonjëherë e pim nga një cigare sa për ta ngërllik. Sa më vënë. E shpërndave ndonjë çik mirë gullën e shpirtit. Jam aq e sigurt që ka marrë në telefon, po kam fajin që shkoj me mendjen tënde. Çi e fare o got? Ka marrë malli Moira. Kurse atje si e bien mend për ty pas ka marr malli. Sa leçi me ato gjëra. Lola, ti më tremb mua, po ti dashuria kështu, s'kam të dashuruar Lola. Furrë ti. E ke qenë këtë muzikën? Që, është muzika e makinës që më djekë mua. Cool, mirë. Makinës që të djekë. Për ditë. Po ti? Më pëlqen makina. Kush e mund që e kalam? Lola. Erdhi një djalë aty tek banako që shikon këtej nga ne. Po tani po shikon? Ta këtej kopën? S'fën ka i keq. Mirë. E një? E kam njohur një mbrëmje poetike. Këtë se të një këtej. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Rugjem. Era. Me mbrëma. Mirë mbrëma.
Motra. Duhet jeni të këndshëm muhabet. Uluni pra. Jo, në fakt po prisja një shok, po S'ka problem. besoj mund t'ju bëj pak shoqëri. Bile me këtë rast, doja t'ju dhuroja edhe një libër. Është vëllimi im i dytë me poezi, sapo ka dalë. Të parin e kam lexuar. Urdhëro. Lolës në pritje të librit të saj të parë. Nga Rogeni. Faleminderit. Faleminderit, po unë s'besoj se do botoj ndonjë libër. Po në përgjithësi poetët nuk e pëlqejnë krijimtarinë e tyre. Po motra juaj ka vërtet poezi të mrekullueshme, kanë ngrohtësi, kanë sinqeritet që rrallë gjen në poezitë e sotme. Edhe më vjen vërtet keq që nuk ju kam parë të botoni diçka. Po, jo se s'më pëlqejnë vargjet e mia, po unë shkruaj thjesht për hobi. Domethënë shkruaj kur kam diçka për të shkruar. Për ndryshe nuk shkruaj. Sa poezi ka kjo? Po doni i shohim së bashku. Zgjedhim disa edhe i botojmë te gazeta një shoku tim. Po ju lë edhe numrin tim të telefonit. Urdhëro dhe numrin ton. Ta shënoj këtu te paketa? Po, erdha. Droni. Atëherë duhet më falni. Gjithsesi ishte kënaqësi. Mirupafshim. Ej, poet. Ha? Mund të më japësh një cigarë? Jo, më vjen keq. Urdhëro. Edhe një herë mirupafshim. Mirupafshim. Ti e kalama. Ishte goxha djalë. Mbrëma. Erdhe Urbir. Prap fasule ama, nuk ka një gjë tjetër? Po si ka dhe salat? Ka dhe salat. Së shpjegur qëngji akoma. Po mërë bab, po. 3 herë të kam nguror gjellën sot. U vonove shumë. Po lëre kështu se hakshëm. Zhbëre për punë. Takove njëri. Po, shpërndaj pizza me motorciklet. Edhe me një fener për para, hajde pizza nga brapa. Këto punë ka tani. Po, Puna po, nuk po. është turp. E ka punën këj moj gruas. Vete në bingo, në lotarit e fatit e në ato tjerat. O baba, ta hak të groshë rehat? Juve për ju kërkojnë në një gjë, jo asgjë. Shiko se të dolla borxhit, vajde në Greqi, vajde në Itali. Të kishe blerë një kamera, do gjeroje në përdasme sot. Po grinë para shokët e tu. Po mërë baba, po kamera është zanat ytë, s'është imi, shko ti në përdasma. Plaka unë. Ti e djalë. E po duro. Po duro, durim të marroj të shkret buk njërë dhe pastaj foli. Po ato dyja, ku janë ato? Dolën. Dolën ato. Asaj të voglu si bëjnë serenat të dritarja. Atë të madhen e marrin telefon, drejtje merr veshe e punë e tyre. Të te dhe ca grosh të tjera. Ne, të rrit nere. Vete ke fajnë o baba. Vetja u ke dhënë vizën. Shkojnë ku të duan, që bëjnë qëfar duan. Vizë Schengen u ke dhënë. Ti ke marrë pasaportën diplomatiket, e more vetë. Po mjaft dhe mjaft. Prape vuta të plak gramafoni. Gjdo natë po i njëti avaz. E po mjaft se u lodha. Më të shëmëndet koka gjithë ditën nga fëmijët atje në shkollë. Edhe juve këtu t'y dëroj? Të lutem mjaft. Mirë, moj, mirë. 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 Më folë pak për atë djalin. Është inteligent, pak në natyre rëmbyrë. Ti je sigurt që mund i besojnë? Po, them se po. Ka rënë keq brenda me mua. Se shka ca borgje, ca probleme të tjera. Është ratë si është. Interesant. Sigurisht jo si ti. Ç'kumbër? Nuk punon. Rinë në për bingo, vëndë një bast, merret me pasaportet falsifikuara. Ka qenë në Itali, është marrë me
shpërndarje mirë. Grupin e tjerë kanë zbuluar. Disa i kanë kapur. Ky arriti të shpëtoj, por nuk ne dot sepse është në listën e policisë. I pëlqen të pi shumë. Si duket si temperament? Më duket tip impulsiv, por pak i stresuar. Dëshiron të shkojë në Amerikë, por nuk ka para. Nga dhenat nuk duket keq. E ke edhe komshi? A? Po visja mund një kuj kësha parë. Po pra, banon në pallatin tënd. Po? Vendita. Jo jam palestër. Urdhëro? Ka shkruar dikush që pas firmës sime shihet një politikan. E ka shkruar nga gazetë? Po kuptoj. Rregullojun në skenarak. Që tani është për të vdekur. Malli vjen nëse. Pasin dogan sikur urdhra. Ju e dini. Në rregull. Po, mi dorëzoj. $300,000 ta. Gjitha. Në orën 11. Okej. Shefi? Po. Për këtë politikanin e kishte ai besimtari. Po i ka ditë se vetë ishtë gjitha ditë tash. Shkoj për dashurinë atë, po kujdes mos bie shumë sy. Hajde. Numër 18 është gjithë. Ulja zërin. Ulja zërin se na lojte nga mend e kokës. Prit. Çto presa Delbar. 5 seri ke dëgjuar ato të shkreta lajme deri tani. Te klani po, te shijaku po, te arboria po. Po su mërzite o njeri, su mërzite, të njëjtat gjëra japin. Dhe bukën për ditë e ham, po s'na mërzite. Dhe ishte hedhur nga kati 5 i ballatit ku banonte. Lajmet një lloj si buka, po mirë të ai gjesa të ngopës. Pasi për motive të dobta ka plagosur. Shijaku thotë e vrau policia. Klani thotë theri veten me thik. Ky është kulmi. Ha vërtet, kulmi. Problem tamam që duhet zgjitur. Se s'tua. Pas ka dalë punë gjerë nesër në mëngjes. Mirë, mos më mërzit se ja. Ja me ula, ç'ke, se mërzit. Se mërzit. Po shoh vetëm figurë. Ç'të të them unë shkëta. Është i talentuar. Ka poezi të bukura, më pëlqen. Është edhe i sinqert. Duke ai, kur fliste për poezin, se si lëngëzoheshin. Të keni alfabetin tuaj. Telefone. Po ik shpejt, Luis, telefone. Alo? Alo, po. Unë jam. Ti nuk je... Kush jeni ju? Po. Si?
Aksident si kur më thonë veshët, dikush ka vdekur. Kush ka vdekur? E kanë marrë gjithë ditën telefon sot. Me siguri për t'i dhënë të lajme kërkoni. Po ha më i qutë. Po kush ka vdekur për që s'po marri vesh, era? Një shokë Lolës të ba? E këma një shetë kapë, se në ngrive gjabë. Unë thashe kush? Njëri ishte vdekje. Po, moj, po. Keq më vjen dhe mua, po këto bënë që kur i ka vdekur babaj. Shok e ka. Pike zesë, se në ngrin gjabë. E mira në nëzuaj. E si o baba që e gjeti. Shaj të lutë, më shpirti mundës. Më të këti shajtë që të thëmës, vëllem, nuk të ajo. Aksident? Po, aksident. A i tipi më thashë unë nuk duhet ta bëj vetën. Sa... Në qofë se të pyet njëri, tha, të thuaj që nuk di që lidhe të vendose pa. Lidhje? Çfarë lidhjesh? Nuk e di. E në qante. Mirëmëngjesi çifti. Mirëmëngjesi. Pa merak, babush, pa merak. Ajo tjetër s'to vejnë punë sot? Po ç'punë ba ajo s'ka fjetur gjithë natën. Janë nejtur syt nga qarët. Mos duhet hapim konake të presin ngushëllimet, duhet vejnë në punë. Fillove ti të pikë mëngjes nga vazi? Shto me thënë kjo, me? Po mbyllë, të mbyllë. Moj mirë, e mbylla. Po shiko se do unë bazë punën. Dëgjon apo nuk dëgjon çfarë të them? E mbylla. Ha pra, shtu ka lezet. Me tolerancë, me konsensus, me transparencë. Sa kalamajt mirë që jeni ju të dy. Pa ik edhe mos ta çaj kokra të bëj. Hajde. Hajde të pusë në qikë se të Ik të thash. Hajde në qikë. Mirë pafshi. Mos bëj mirë të dalë edhe unë. Aj që mirë bën, se kam 500 punë sot. Me gjithatë ajo duhet vejnë në punë. Fillove prap nga vazi, do iksh apo si ke hallin? Ik. Moj mirë. Ik të thash, ik. Ika. Po ku të vete pa? Shkosh, kafele, si për dit. Po lek të kafes. Do t'ja punë. Të del kjo për sot bëj si bëj. S'kam tjera. Ajde. Ajde. Ha? Ajde punë që. Mirë arqë. Sot pak. Nuk e di. Kë ishte në qopë? Kë. Ko që t'jallë. Mësët sa qyna. E dojë shumë. Atë ke që mami. Në baj mund të ke folur diqka për të dikur. Mësët sa qyna. Nuk e shqipë shumë i. Kështu është kjo shkret jetë. Pse të ndodhë se mua, madhe? Pse mua? Po gjithë kështu thonë, Malula. Pse të ndodhë mua? Po dikuj do t'i ndodhi. Jeta kështu është me gëzime dhe me dërime. Dhe gjitha për njerëzit jam. Po në qofë se ti bënë kështu. Çfarë do të mama jeti? Ti më ndonë çfarë tragjedi e kalon ajo tani? Ti vazere e ke gjithë jetën për parë shpirtin më mirë. Blidhe vetën da një në gjallë në bukur. Për në të më mirë fort. Blidhe vetën. Hajde vi me një kapuqina. Nuk ka njëri. Në ma dorën mamit. Hajde. Durua. Shofa. Ku je mo Po si duro? je mori dashur, po si vete mori dashur. Po për tu puzur mo. mo. Ka të parë, mo, po pas ka rënë të borë këtu, po si ke qenë, mo.
Po ashtu, copa, si të gjithë. Ashtu, a? Po ku vajtën tërë ato vitet e kinostudios kur qironim së bashku. Po leri ato. Stilemo, po ne i kujtone i nostalgjis kinemas. Po leri ato van dëm të gjona po. Dëm van ato. Çabër, me se merr. Hiç, ma asgjë, me se të merrem. Vjen të punojmë bashkë. Po pse ke hapur ndonjë firmë? Firma lumë. Me ardhore, me kinematografi. Po shkruaj një skenar. Do bëj një film të madh. Se ti e dikush na lindë atëherë të bëjmë film. E di që ta kam zilje? Si mbete gjithë jetën me tërë të vitalitet mu? Sovo, më duesh. Do të t'jap skenarin ta lexosh. Ashtu si që kam deri tani. Ha? Më duesh. Të betoj, më duesh. E pastaj do flasim bashkë. Mirë? Po jo mirë, më duro, po të jam shumë mirë njohës. Po si ndodhi? Ndonjë aksident automobilistik? Çfarë tha ai që të morin telefon? Ai më futi të merrin, mame. Pse? Mame, lutem. Nuk jam këtu, po qaj. Halo? Po. Kush? Një Rubena Rugen, më thot. Ja një minutë. Është Rugen, një shoku im poet. Alo? Po. Më falë. Mirdita. Mirdita, do në që ndihmoj? Faleminderit. Vendosi pak me kujdes se janë delikate. I blejmë shoq për mobilet, po pik gusë e nuk ka. E njoh burrin. Vërtetë? Pak, shumë pak, po është i zoti. Pse simpatik jo? Edhe juve. Edhe ju jeni shumë i shkafët. Keni dy motra shumë simpatike. Edhe i vllai, nuk është keq. Do vini në qendër? Jo, një herë tjetër, tani sa erdha në shtëpi. Ciao. Bye bye. Alo? Po, Medi. Shef, erdhen ata që prisje. Okej. Duke shumë e mërzitur. Nuk kam gjë jo. Nuk je si ditë të tjera. Lola motra. Pse që ka ndodhur? Po shumë e mërzitur. Aq e mërzitur sa më ka futur të mua mërzim. Ka patur një shok. Ishte në Itali, ka pësuar një aksident. Ka vdekur. Vetëm shok? Shok? Si që s'ka mundë. Do të pres? Jo, se do vënohem unë sot. Po ti më the se mbarova me butikën. Uja kam e disa gjëra të vogla, unë pas nesër inauguroj butikun. Mos haro ftesat, ë? Nesër në mëngjes do t'i kesh gati. E di se si duhen, ë? Ftesa vipësh, e di unë se çfarë klienti ke ti. Po ikën. Po iki. Man, sa i pango përqie. Ciao. Alo, centrali. 131 të lutem. Alo, shef, si ka lutem? Më erdhën prapa të ata sa shoqatës. Për disa gjëra nuk duhet kursyer.
shoqërisë, tek sakatat, tek disa institucione që na duhen. Nuk duhen kursye sponsorizimet, nuk janë para të humbura. Janë çadë që na mbulojnë shumë gjëra. E di. Për 50 ditorin e zonjë, si vendoset? Do ta bëni këtu apo në Durrës? Tu po e bëjnë. Disa nuk kanë mundësi që të vinë në Durrës. Atëherë po porosis sallën e rezervuar tek Orienti. Bëhen 40 vetë. Po, një 60. Unë po porosis janë 70. Mos e harxho kaq pa përgjegjësi para në jari. Shumë do të shkojnë 4-5 milion të vjetra. E qenë ato për të nderuar zonjën tuaj, ha? I qasje. Pastaj ato para pa qenë ju. Pozita është pasuri e përkohshme. Nëse paraja është e përhershme. Po si je ti? Po, shef, po. Për mua një kafe të gjasë më pëlqen çaji. Edhe një macchiato. Se nuk mund të diçka tjetër. Jo, faleminderit. Ndoshta bëj gabim që pyes. Të ka ndodhur diçka? Duke shumë e shqetësuar. Ka ndodhur një vdekje. Është pak e komplikuar, Ruben. Po mbi ka keq. Ti me sinqert unë prandaj dola. Nuk duroja do të rria aty në vëmën time. Dola me gjithë zemrën të hyta ti kushtë më mërë dhe të dilnim jashtë. Ose të pak në një telefon. Kur ja? Ti. Pas kam gjetur momentin më të papërshtatshëm. Poezitë tua për lexoja mbrëmë, kur ra telefoni edhe më dhana të lajmit. Po ishte vdekje natyrale. Më lutem, e lem këtë temë? Po shkojmë. Bravo. Çfarë bëni? Shkemi. Si ardhi? Mirë. Me këto dy më duhen nesër patjetër. Nesër? Po. Është vështirë për nesër. Mos e diskuto tash, më duan thash. Po më Flor, është njëri i sigurt. Derisa ta them unë çfarë halli keti. Mirë. Mirë. Ik pa më. Ego. Po pse më mbyllë mëj tu mbyllte? Po hape mëj tu hapte. Po të fëlliqo që jetojmë. Po qarë, bote qelbur më Haman. A në këta ka fajin vota tire, jo? Ti që mundin do? E? Bosa jedha ti? Ja, zoti Fjanec, unë jam pastrusja e bosës. U të raf një pikë të raf si e bërë dzur-dzur. Të nxori gruja nga shtëpia. Jo, nuse djalit, kështu ma bën gjithmonë. Shumë mirë ta bëk aty.
E po tapin e kam unë, se shtëpia është e imja, ja ta një Baba! tapin. Ba tapin ti, pika! Pika tapis tënde. O, që fëmi të dashur që po edukojnë. Ua! Po, më qesh. Ua! Oylo. Oyl. Darrosh. Adem e lojër. Sa kege më rapi pika. Që do ikësh ti, a? Bode. Shpo pyet për ata si e vlen të merresh. Si më sjell legën, s'më shpitesh, hajde, prapë shpitesh. O Flori! Ç'ke ndërmend të bësh? Ik tash se atë di unë. Mjaft me atë patuake ndorë gjithë ditë, çekër, mjaft, se më dhëm koka, se Më zëroj veshi ke italiani për një trafikant shqiptar që e kanë vrarë. Edhe shiko, hiq i kam, të ke për ta thyer xhamin e tavolinës. Uli po shkëm. Edhe George W. Bush i kështu i mban këmbët për tavolinë, po si thot gjë e shoqja. Pastaj tavolinë e motrës time është. Po, kërkon barat kur thet ajo. Hami, për ku kështu ti? Ja për në pazar. Ti era, apo jo? Po. Unë jam? Komshia. Gjuli. Gëzo. Era? Po. Pse ka qenë bukur ti, a? Ti e lezet i pallatit me shpirt. Po t'isha djallë, kështë t'isha bëja me ti. Mirë pafshim. Prikera. Unë kam një butik në qendër të Tiranës. Po. Edhe do ta inauguroj këto ditë. Po shumë mirë atë. Po, butik Ultra, ama. Do bëj një ceremoniera që nuk e ka bërë deri më sot njeri. Dua të bëj dhe një reklam në televizor. Një vajzë që ekspozon veshjet e butikut tim. Më janë afruar shumë vajza, po me thënë të drejtën, pas njërës po ma mbush mendjen. A vjen ti? Po. Është dalja jote e parë si top modele. Do dalësh për natë në televizor. Do ekspozosh trupin tënd. Pastaj ne të dyja do bëjmë fotohet edhe punë të tjera. Ha, si thua? Jo, nuk e di, po... Si nuk e di, ti ke lindur për t'i dhënë gasë dhe dritë të tjerë. E shpirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Nave battente bandiera nigeriana. Adesso è ferma alla banchina numero 5 a Cotonou. E zbulova apo jo trafikantin? Se kapat do të shpëtoj drejtë. Po sa vërnua dhe kjo vajzë. Po në Laparak vajt e bleve spinaqin, pse u vërnove kaj shumë? Te histori
vajzave që detyrohen të prostituojnë në vendin shqip, për shembull në Itali, kanë pothuajse të njëjtin subjekt. Fillimisht janë të gënjura për një punë të ndershme dhe mbrinë në vendin e ëndrave për të ndërtuar një Lula, urdhra. Tani që po ngjisja shkallët pash atë. Ka? Atë pra. Kom shien e re. Gjuli e quanin. Oh? Edhe? Edhe për para saj unë gjitë një Ajlamet djali. Më duket se është i dashuri i saj. Ja, i bërë mësime ti? Se që pas ka një butik në qendër të qytetit, do ta inauguroj këto ditë. Më duket se do naftoj edhe ne. Oh? Po që punë kemi në aty? Lula, i pëlqente që unë t'i bëja reklamën. Ti të bësh reklamat e rrobave të saj? Do me thënë që ti ekspozoja mallin. Katastrofë. Pastaj më ka futur një të puthur, si kur ishte ndonjë mashkull i babzitur, a? Çfarë thua Mojra? Mos është lesbike. Lula, pse nuk dukem si Top Montelo? Lori, shtë ka njarë morbirë, pse e ka të njësur këshu? Hiqë, mama, hiqë. Si hiqë? Ku ishe, more, nga vjen? Hua, ba. Po të i bërë cope qik nga ftyra morbirë, qëfar të ka njarë? Qa ka ndodhë, ma, me kreje zënë? Po pse zihesh morbiri nënës, Po koto, mama, kotë zihem. Po së të rre njëri kotë, mu, si shi e ka të ndisur kështu. Po për ata mërë baba, për ata të përkëthej lorën tënde. O e zisa, pse morbiri, qëfar pas ka bërë vajza? Asgjë, mama, s'ka bërë, asgjë. Lori nuk po të marrë vesh, qëfar ka bërë ere po të pyes? Shtë marrësh vesh këti, moj, këj ka dalë nga binarët. Pse ashtu dukem ty o baba si kur kam dalë nga binarët? Po pse kështu? Se ke marrë kotë, se si as një qiell as në tokë. Një zot e di me se merresh e çfarë bën copje. Po do mos do se kështu na bët juve. Kështu të bëm ne? Po qa na lato, mama, qa na vat? Po pse më shdeshe ti qifligje deshe? Shkollën të dhamë, po se bëre, as të mesme se barove do. Po, se në ndritët ju me shkollën. Në punë të futa, i bëre naftën. O, baba, dimës tornitor punoj una? Puna po si? Se shdeshe, zotërë, dimës ministër deshe? Në emigracion shkolle, të punë fshesën? O, baba, do më lësh qeta po jo? Të qetë të më lësh ti, se po më luan, mënç po më luan. Po në vërtet, ka i shumë ju pas ka mërzit unë juve, ha? Na Flori, të keqe në maja, më qafë shmuam. Do më futesh më letë gjallë të keqe në maja këthim. Aman, mama, aman. Të lutem shumë se e bërco. Mjaft ashtë. Po nuk e t'i gjonë më këtë, do t'i vërë flakën kësaj shtëpije. Mjaft, të lutem mos bërtit, se tu në gjithë palatin. Të lutem shumë pusho. Mirë, më mirë. Mjaft. Unë të pushoj, unë gjithmonë të pushoj. Të gjallë do më fusë në fekri mua! Po, më baba, po! Se ti të në rosh! Po ne tjerët ne të vdesim ne! Flori! Flori, të keqe mama, Flori! Flori! Siu! Kushto, mami!